Ky emision mundësohet nga Shëndetje dhe në bi. Përshëndetje, Si je? Venhar. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë që duke jo ikur të llovive në qytet, kemi dalë në autostradë dhe shpresoj se krejt do jetë në rregull. Patjetër, nuk kam dyshim që të jetë gjithçka në rregull. Edhe pse ajo të llovia që e tha në qytet, në këtë kohë kur presëm mërgjimtarët, e ka një lloj të mirësisë së vete. Edhe të gjithë mërgjimtarëve të cilët kanë ardhur, ju dëshirojmë mirëseardhje në vendlindje dhe të kalojnë pushime të mira, të këndshme, të rehatshme pranë familjeve këtu në vendlinjen e tyre. Këti urime tonë të ja kisha shtu veç të harxojnë edhe pak më shumë. Po ato janë ndër kontribuesit më të mëdhej të buxhetit të shtetit dhe është e vërtetë se çdo herë ata kur vinë, ekonomia e shtetit ka një lëvizje pozitive dhe nuk e kanë dorën e mbledhur, se janë mjaftueshëm harxhues. Zotrin Nebiu, kur u bon ndryshimet e fundit në BDI, një ndër ato që më ra si ishte emërimi jo si sekretar. Para se unë kum pa edhe në fushat edhe me taku edhe kemi fol, tregoj njerëzve kush është Nebiu. Po, Venhar, është e vërtetë se nga kongresi i fundit i Bashkimit Demokratik për Integrim i mbajtur në dhjetor të vitit të kaluar, në vazhdën e reformimit dhe ndryshimeve brenda strukturare në familjen tonë politike, unë jam emëruar si sekretar organizativ i Bashkimit Demokratik për Integrim. Përndryshe, kësaj pozite politike i ka parapri një periudhë 4 vjeçare ku ka ushtruar detyrën e kryetarit të degës së BDI-s në degën e Vrapçishtit, ndërsa asaj ka parapri një periudhë 4 vjeçare në të cilën ka ushtruar detyrën e nëndegës së BDI-s në Negotin, prej ku vije dhe unë. Shko, pas ke mri. Ndërsa asaj paraprakisht i ka parapri antarësimi im si antar i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe antar i nëndegës së BDI-s në Negotin. Tash prej sekretarit mbetet kryetar. Kryetari, gjithsesi që është pozitë e cila është e hapur, për arsye se ne jemi një parti demokratike, po përderisa ne kemi liderin ton, liderin e shqiptarëve të Maqedonisë dhe jo vetëm, besoj se gjithkush nga ne jemi shumë të vegjël që të mundemi të ndrojmë dhe të mendojmë se një ditë mund të zaventojmë peshëm dhe pozitën e atij në atë pozitë. Okej, më thonë me profesion çfarë je? Unë jam inxhinier i diplomuar i geodezisë dhe fotogrametrisë, magjistër i shkencave të geodezisë. Studimet e mia i kam kryer në Stamboll të Republikës së Turqisë dhe profesionin tim e ushtroj në 2 drejtime, edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik. Në sektorin publik jam i angazhuar dhe i punësuar në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor për më shumë se 15 vite. Po paralelisht me këtë, konform dispozitave pozitive ligjore, e ushtroj profesionin edhe në sektorin privat. Okej, kjo është ajo që më duhet mu edhe njerëzve mendoj që ta prezantosh atë CV-n me video. BDI-ja si është tash, tregom si e ndjen ti pas këtyre ndryshimeve që thon. Shiko, nga kongresi i fundit përsëritem, i dalur në dhjetor të vitit të kaluar, ne të gjithë e dim, edhe opinioni besoj se ma tashma e ka marrur vesh se në strukturat udhëheqëse të Bashkimit Demokratik për Integrim, në Këshillin e Përgjithshëm, antarët e Këshillit të Përgjithshëm, 82% antarëve të Këshillit të Përgjithshëm janë figura të reja, të cilat kanë ardhur në atë pozitë, ndërsa 62-63% e antarëve të kryesisë së Këshillit të Përgjithshëm janë përsëri figura të reja, të cilat gjenerohen nga antarësia e Këshillit të Përgjithshëm. Dhe kjo është një ndryshim
në pozita udhëheqëse i bërë në një parti politike në këto përmasa dhe në këto dimensione që nuk njeh shteti i Maqedonisë së Veriut, po jo vetëm, po nuk njohen edhe partitë politike në rajon që të bëjnë këta ndryshime në këta përmasa dhe kaq rrënjësore. Po ajo që duhet nënvizuar, nëse më lejoni, ajo që duhet nënvizuar kur flasim për ndryshimet, është fakti se të gjithë figurat e reja të cilat ne i quajmë të reja, janë pikërisht figurat të cilët në brendi marrin ADN-hën e Bashkimit Demokratik për Integrim, janë figurat të cilat janë rritur, krijuar, ndërtuar, formsuar, duke qenë antar, ashtu si që prezentova unë paraprakisht, antar të vazhdueshëm në të gjitha strukturat më të ulta të Bashkimit Demokratik për Integrim, për arsye se BDI në kampin politik shqiptar këtu në Maqedoni është një vlerë, është një aset kombëtar dhe ajo brenda për brenda kultivon edhe akademinë politike të saj, e cila ka kapacitetin që të prodhoj sa herë që duhet të nxjerrë në skenë dhe të prodhoj figurat të cilat janë të përgatitura për të mbrojtur vlerat kombëtare, për të rritur vlerat politike dhe për të qenë kontribuesit më të mëdhej të së mirës së përgjithshme në Maqedoninë e Veriut. Çka ndodh me ato të rinj që i krijoni si politikanë të rinj? Ata të rinj të cilët i krijojmë si politikanë të rinj janë e ardhmja, janë e tashmja dhe e ardhmja e Bashkimit Demokratik për Integrim. Tash integrohen në Kryeësi Qendrore apo në Forumin Rinor? Gjithsesi, domethënë ne nga kongresi i fundit i dalur përsëri është rregull statutare, formimi i Forumit Rinor, formimi i Forumit të Gruas, përmbajtja proporcionale me 10% minimum të Forumit Rinor në të gjitha organet udhëheqëse të strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe të gjitha ata të rinjt të cilët kanë ambicie, kanë vullnet, e ndjejnë programin politik të BDI-s si pjesë e vizionit të tyre, janë të inkuadruar dhe janë të mirëseardhur që të kontribuojnë dhe të veprojnë në kuadër dhe në strukturat udhëheqëse të Bashkimit Demokratik për Integrim. Këto ndryshimet e fundit që keni bën parti, a do shihen, a do pasqyrohen edhe në listat e deputetëve kurdo që të mbahen zgjedhjet? Jam i bindur se kjo është vlerë e shtuar e Bashkimit Demokratik për Integrim, për arsye se BDI edhe në të kaluarën e ka dëshmuar këtë me të gjitha listat zgjedhore të krijuara dhe në të gjitha ciklet zgjedhore në të cilat ka garuar Bashkimi Demokratik për Integrim, e ka reflektuar përfaqësimin e të rinjve, ndërsa tani në zgjedhjet paraprake të cilët kurdo që do të mbahen ato, gjithsesi që strukturat udhëheqëse do jenë pjesë vendimtare dhe përbërëse atyre listave, so ashtu ka qenë çdo herë. Brenda gjem partia, folni për zgjedhjet? Kur mendohet se do të kenë zgjedhje? Shikoni, çështja e mbajtjes së zgjedhjeve, e dim ne se zgjedhjet e rregullta duhet të mbahen në vitin 2028. Mirë, po nga ajo që shohim në përditshmërinë tonë politike dhe politikave shtetërore, zgjedhjet kurdo që do të mbahen nga sot e nesër janë humbje për shtetin dhe janë të vonuara, për arsye se ne e dim dhe kemi potencuar në vazhdimsi që nga 2024 e këndej pas zgjedhjeve të 2024-s, se kjo qeveri e cila është aktuale, është e qeveri e cila nuk e ka legitimitetin etnik të funksionimit dhe prandaj kurdo që të mbahen, ato janë të vonuara, nuk janë të parakoshme. Të vonuara dhe nuk janë të parakoshme. Në pas zgjedhjeve lokale ato të Vlenit thonë se ne kemi fituar legitimitetin politik nacional dhe kombëtar në qeverinë tonë, duke mund BDI në zgjedhjet lokale me më shumë komuna. Po, është e vërtet atë që thuan ato, mirë po unë për arsye si i takoj shkencave eksakte dhe dua të flas me numra. Okay. Zgjedhjet lokale mbahen dhe garohet në dy kullvare. Kullvari i parë është lista për këshilltar, e cila e paraqet peshën e votës së partisë politike, dhe kullvari i dytë është garimi për kryetar komune, e cila është rezultati i marrëveshjeve, inskenimeve, koalicioneve, inxhinieringeve të ndryshme e kështu me radhë. Në
thesarin e votës së listës së këshilltarëve, Bashkimi Demokratik për Integrim në zgjedhjet e 2025-s lokale dhe rrjedhimisht të përsëritura në Gostivar dhe në Vrapqisht, ka marrur gjithsej 105.000, afër 106.000 vota, kundrejt koalicionit Vlen, i cili për listat e Këshillit Komunal ka marrë 93.000 vota. Dhe në qoftë se flasim për legjitimitet, kjo është numri. Nërsa zgjedhja e kryetarëve të komunave, ne e dim fort mirë, në shumicën e komunave, duke nisur nga Struga, Kërçova, Gjetiu, që Vleni, ka qenë i përkrahur në mënyrë direkte dhe nga inxhinjeringu i partnerit dhe padronit të tyre politik VMRO-s. Dhe ajo nuk paraqet legjitimitet. Legitimiteti politik, etnik, partijak është numri i votave të fituara dhe të marrura në listën për këshilltar, për arsye se aty peshon pesha e votës partijake. 106.000 tha vota, po. A janë si BDI-a, si AKI? Ato janë si pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, të cilit koalicioni ka paraprit Bashkimi Demokratik për Integrim. Tregom tash Vleni, mbritëm të Vleni. E ke kohën e duhur për të më tregu se çka do të kishe bo ju më mirë se Vleni në këto 2 vite? Çdo herë kur ne duam të flasim për ata se çka do të kishim bërë, parapëlqej që të bazohem në ata se çka kemi bërë. Për arsye se ajo është edhe udhërrëfyesi i vlerave të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI, që nga themelimi i saj, si një parti politike e dalur nga lufta e lavdishme ushtrisë shërimtare kombëtare këtu në Maqedoni, e ka dëshmuar se është gardiani, mbrojtësi, promotori dhe kreatori i çdo të arriture pozitive në interes të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Dhe sa për krahasime, mund të marrim shumë elemente dhe shumë të arriturat të cilat kanë ndodhur gjatë periudhës kur ne kemi udhëhequr, dhe mjafton të marrim vetëm 2 vitet e këtyre të cilët pretendojnë se përfaqësojnë shqiptarët në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, dhe do të shohim cili është dallimi dhe çfarë diskrepance është duke ndodhur nga ajo që ne kemi bërë për kohës kur ne kemi qenë në pushtet dhe nga ajo çka këta kanë kontribuar në zbrapsjen dhe prishjen e gjithë shkaje që është ndërtuar me shumë mund dhe sakrificë. Ne e kemi marrë shtetin, kur kemi ardhur për herë të parë në pushtet, vetëm me 0.2% përfaqësim të administratës shtetërore, dhe në vitin 2024 e kemi lanë me afro 24-25% përfaqësim të administratës shtetërore. Prap 30 se pas ki po? Me siguri tash do e kishim kalu 30-ën, si përgjigje asaj se çfarë do kishim bërë, ndërsa këta të cilët pretendojnë se përfaqësojnë shqiptarët, nga 24 e diçka 25% e kanë zbrapsur në 23%. Dhe suksesi i këtyre matet me negativ dhe jo me të arritura pozitiva. Tia këtë që e thu, a ja thu edhe njerëzve në përtubime? Gjithsesi, për arsye se jo vetëm në përtubime, po ua themi njerëzve gjithkundi ku na jepet mundësia që ta shprehim këtë. Ne asgjë nuk kemi bërë për të dëmtuar dikandin. Është e vërtetë se gjithçka që është arritur me mund, sakrificë dhe me shumë zor. Dhe asgjë nuk është arritur në mënyrë të lehtë. Ajo që neve na thuan dhe kushtimisht na akuzojnë se nuk i keni bërë të gjitha, është e vërtetë se si kemi bërë të gjitha. Por kemi qenë në rrugë dhe jemi në rrugë që të bëjmë gjithçka që është për të mirën e shqiptarëve këtu në Maqedoni dhe jo vetëm, por edhe të qytetarëve të tjerë. Ato thonë, në një retorike mbaj mend prej emisioneve që vinë përfaqësuesit e Vlenit, thonë se çkado që keni bo, e keni bo në formë invalide, ose të mangët në procedura, që tash ja kthen gjykata kushtetuese, ose nuk janë ndjekur të gjitha hapa që duhet të jetë legjitime një ligj apo një ndryshim. Është vetëm një lyerje e syve
të popullit që ata mendojnë se ua bëjnë në këtë mënyrë, për arsye se të gjitha këta akte të cilat tani më kontestohen nga gjykata kushtetuese, nga qeveria, e cila në shumicën e rasteve paraqitet edhe si organ juridik, dalin për të vetmen arsye, për arsye se fuqia politike që lind nga legitimiteti mungon. Dhe në momentin kur mungon kjo fuqi e përfaqësimit politik, ato me automatizëm e ndjejnë të nevojshme që të dalin me një arsyetim i cili është vetëm një rrehen e kulluar dhe asgjë më tepër. Pse vallë, gjykata kushtetuese nuk i ka kontestuar emrat e rrugëve në Tetov nga 2007 deri në vitin 2026, që bëjnë 19 vite. Thua tani në këtë nënqiell kanë ardhur gjykatës tjerë, kanë ardhur politikan njerëz tjerë që jetojnë dhe gjurmosin që të kontestojnë diçka e cila është miratuar dhe aprovuar gati 20 vite më herët. Jo, nuk janë njerëzit e njëjtë. Janë po ato kreatorë të politikave të cilat kanë qenë nëpër strukturat të VMRO-s, partive tjera politike, po nuk kanë pasur mundësinë për arsye se në atë periudhë, gjatë gjithë asaj periudhe, ato kanë bashkëqeverisur me një BDI e cila fuqinë e ka marrur pikërisht nga fuqia e popullit. Dhe kjo fuqi merret vetëm kur ke legitimitetin politik. Dhe legitimiteti politik në sistemin parlamentar, si që është shembull Maqedonia e Veriut, merret kur ti del fitues në kampin politik shqiptar. Dhe si i tillë i përfaqëson shqiptarët. Çdo përfaqësim, pretendim për përfaqësim në mënyrë tjetër nga kjo, vetëm se e degradon, e nënçmon dhe e zhvlerëson gjithçkaje që është arritur për shqiptarët në këtë shtet. Nëse sot mbahen zgjedhjet ose të dielën, nëse mbahen zgjedhjet, sa do të kishe fituar në krahasim me Blenin BDI-ja sipas jush? Shikoni, është diçka e cila në vazhdimsi ne bëjmë matje të nëpërmjet anketave të ndryshme në popull dhe bëjmë matje dhe kontroll për vetveten tonë. Valla, jemi në rrugën e duhur, a jemi në rrugë të duhur, për arsye se BDI është për herë të parë në opozit pas 22 viteve, 20 viteve udhëheqje. Dhe ajo që shohim nga anketat e bëra nga institucione me renome edhe ndërkombëtare, besoj se jemi në një avantazh shumë të mirë kundrejt atyre të cilët pretendojnë se përfaqësojnë shqiptarët. Sa i vjen shumë të mirë? Po besoj se jemi diku në 2-1. Okej. Matematikisht 2-1, varësisht prej proporcionit të numrave, nëse nesër do mbaheshin zgjedhjet, BDI do merrte minimum 17 deri në 18 deputet, ndërsa ato do ngelnin diku në 8-9 eventualisht. 7-8-9. A jeni duke kërkuar zgjedhje? Unë e thash edhe më herët, zgjedhjet kurdo që të mbahen nuk janë të parakoshme, janë të vonuara. Okej. Dhe terminologjia dhe titulli që duhet përdorur kur do të mbahen zgjedhjet e vonuara, jo zgjedhjet e parakoshme. Sigurt në gjeodezi ka stile që ju i boni, kështu që kjo ishte një ndër ato. Patjetër, është përkon me terminologjinë profesionale, për arsye se për llogaritjet matematikore bëhen në këtë mënyrë dhe gjithçka që është në dëm të shoqërisë, gjithçka që është në dëm të shtetit, parandalimi i dëmit që është duke u bërë, në qoftë se ka një afat kohor kur do të ndodhë dhe nëse ndodh më herët, ajo nuk konsiderohet si e parakoshme, por ndodhet si konsiderohet si e vonuar. Kështu është edhe me zgjedhjet. Diçka që është aktuale tash, është çështja e problemit të ujit në pjesën tuaj ande. A ka ndonjë qëndrim BDI-ja përveç se institucionet ta kryejnë punën e vet?
Patjetër ne dolëm edhe me deklaratë zyrtare, me kumtesë zyrtare në emër të familjes tonë politike. Ne përkrahim çdo lloj funksionimi institucional dhe përkrahim çdo hetim i cili duhet bërë dhe duhet ushtruar me procesin e keqpërdorimit në helmimit që ndodhi në qytetin e Gostivarit. Unë me që vi nga institucioni i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, si institucion përgjegjës për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e ujit, dua të potencoj përpara publikut se ndërmarrja komunale publike Komunalec Gostivar posedon leje për shfrytëzimin e ujit për pije, të cilën e ka siguruar dhe ka marrur nga Ministria e Mjedisit, duke i plotësuar të gjitha parakushtet ligjore të parapara. Në vitin 2023 e ka vazhdimsi, ndërsa për herë të parë e ka marrë në vitin 2017, për arsye se ato leje për shfrytëzim të ujit jepen në një periudhë 6 vjeçare. Mendon se është e tepruar me pak kjo puna e propagandës? Nuk dua të hyj në teza të tilla që mos t'japim konotacion të tjetër kësaj, për arsye se ka të bëjë me shëndetin e qytetarëve, ka të bëjë me shëndetin ton personal, ka të bëjë me shëndetin e familjeve tona, ka të bëjë me shëndetin e fëmijëve tanë, miqve tanë, dashamirëve, dashakeqve e kështu me radhë, dhe unë do kisha dashur që gjithçka t'u lajmë organeve kompetente që të merren me zbardhjen e rastit. Më pengon dhe jam kundër çdo akti politik që mundohet qeveria që të politizoj dhe të përfitoj nga kjo tragjedi kushtimisht thënë e cila i ka ndodhur Gostivarit, për arsye se është akti më i ulët që mund të bëhet kundrejt qytetarëve të saj. Kryeministri tha se pjesë e përgjegjësisë është edhe te LSDM-ja dhe te BDI-ja si mbështetësit e kryetarit komunës. A ndjeni ju përgjegjësi? Përsëri e them, është akt shumë i ulët nga ana e qeverisë, përfshirë edhe vetë kryeministrin, që të mundohet në këtë mënyrë të poentoj dhe të akuzoj oponent politik, vetëm e vetëm duke menduar se në këtë mënyrë do të përfitoj në një përkrahje shtesë politike. Bëhet fjalë për shëndetin e qytetarëve, bëhet fjalë për shëndetin e më të dashurëve tonë, dhe duhet të jemi të gjithë të vetëdijshëm dhe profesionist dhe të qëndrojmë larg nga çdo tentim për të keq interpretuar dhe keq trajtuar fatkeqësitë e tilla të cilat kësaj radhe i ka ndodhur në Gostivarit, po mund t'i ndodhë edhe kujdo tjetër. Si profesionist në Ministrinë e Ekologjisë, planifikimit hapësinor atë çka emri, po Ministria e Ekologjisë më shkurt, tregom a mund të ndodhje lehtësisht edhe ndonjë komunë tjetër? Në qoftë se organet dhe institucionet kompetente nuk e kryejnë detyrën dhe punën e tyre me përgjegjësi dhe me nder dhe konform dispozitave ligjore, gjithsesi që mundet të ndodh kujtdo, prandaj është detyrim i çdo institucioni, çdo udhëheqësi të institucioni dhe çdo punonjësi në institucione që përpara asaj që është profesionale të vënë edhe atë që është njerëzore dhe të kenë parasysh se puna e tyre, veprimtaria e tyre ka të bëjë me ndikimin në popullat të shëndetit të njerëzve gjithë shaj që neve na rrethkon. Tash pak për ta çliru temën, më përshtypja për herë kur vini ju të BDI-s tonë në mision, nduket se lodheni duke thonë Bashkimi Demokratik për Integrim. A janë mbledhja thoni Bashkimi Demokratik për Integrim a veç BDI? Shikoni, në bazë të statutit dhe në bazë të vendimit të regjistrit qendror, BDI e ka emrin Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe kjo është edhe një vlerë plus e vetë BDI-s. Më duket dhe se lodhi pak, e di shumë. Jo, për arsye se kjo është mënyra e të shprehur se ne jemi sado që të jemi në një
bisedë jo formale. Po, normal. Është një Për atë program unë e cila drejtohem që shumë lodhën, se nduket se shumë seriozisht e merr për atë deshat. po patjetër ta marrim ashtu, për arsye se ne jemi përfaqësues të BDI-s. Po, Ashtu si BDI-s. po. Dhe Çavata dhe Bashkimi Demokratik për Integrim e thash që nuk është thjesht një parti politike e thjesht dhe si të tjerat, por është një aset kombëtar, është një subjekt politik i cili gjenezat, bazat, rrënjët, themelet i ka në luftën dhe ushtrinë e lavdishme të UÇK-s në Maqedoninë e Veriut. Zotëri Nebio, tema e fundit është pak më shumë rreth asaj se si realizohet misioni. Ne e bëjmë se e për pari herë në mision, ne e bëjmë për edukimin e përbashkët që ne dy mund ta bëjmë si persona publik rreth asaj se si të pozitim ne në rrugë. Tregoma një problem që e ke pas, një gabim që e ke pas në rrugë, që je dënu edhe ke mësu, edhe nuk e bën më se mbi të gjitha është përgjegjësi e përbashkët. Pa i thajnë plotësisht dhe sinqerisht thanë, këtë nuk e dija paraprakisht se të vinë në program si një segment i shtuar i këtij programi dhe më pëlqeu shumë. Unë njihem si një personalitet që kur kam qenë më i ri, e kam adhuruar shumë grahjen e shpejt të makinës dhe nga dënimet e shpeshta të cilat i kam marrë në komunikacion, sot mund ta them me shumë përgjegjësi që jam vozitësi më i kulturuar dhe jam respektuesi më i madh i rregullave të komunikacionit dhe mund ta them me shumë përgjegjësi që dënimin e fundit për shpejtësi mund të ketë më shumë se 7-8 vite dhe nuk kam marrë. Përndryshe, jam njëri që brenda ditës bëj gati kaloj më shumë se 150 km në timon. Përndryshe, ky është emisioni 104, kështu që edhe më asnjë gabim deri tash. Bukur, super është Si ajo. do pozitja? Shumë bukur, më pëlqeu shumë, edhe mënyra e kalimit nëpër rrugët e Tetovës, respektimi i gjithë shkaje konform rregullave të komunikacionit, dhe kuptohet biseda i dha edhe një shije shtesë kësaj vozitje të përbashkët dhe bashkëbisedime. Sa të ëmbël jeni në opozitë. Ne jemi të mirë në pozitë dhe jemi të mirë në opozitë. Po opozita nuk është për arsye se ne e kemi merituar, se edhe këtu duhet të nënvizojmë patjetër këtë si element. Ne jemi në opozitë për arsye se dikush ka pasur dikëndin të preferuar dhe shkaku i atij dikëndit të preferuar, ne jemi në opozitë. Nuk jemi në opozitë për arsye se shqiptarët dhe qytetarët neve na kanë dërguar në opozitë. Mendoj se është ta shohësh në kënde tjera, mendoj se për BDI-n është më mirë që jeni në opozitë, që ja keni pa hajrin, jeni reformu, ja keni pa hajrin nuk jeni duke u përballë me një VMRO me 58 deputet. Jo, ne jemi ballafaquar me një VMRO me 63 deputet. Jemi ballafaquar me një VMRO me 61 deputet, ashtu siç do të thonte koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, me një VMRO të merësisht të fortë, dhe ne kemi ditur dhe kemi për arsye se kemi pasur legitimitetin e popullit shqiptar që neve na ka deleguar t'i përfaqësojmë ato, dhe kemi bërë të arriturat, kemi krijuar vlera pozitive për shqiptarët në Maqedoni, dhe çështja e reformimit është një proces i cili në vazhdimsi ka ndodhur në BDI, nërsa tash ndoshta duket pak më tepër për arsye se edhe mediat, edhe gazetarët ju pëlqen që ne të përmendim më shpesh edhe ta proklamojmë si një e arritur. Jo, ndryshime ka pasur edhe më herët, ndoshta jo të kësaj përmase, po kanë qenë ndryshime graduale të cilat janë të shëndetshme për një familje politike. Jo, më herët ato zyrtarët tuaj nuk dishin ka është dera për të dalë. Unë besoj se e kanë ditur, për arsye se askëndi nuk duhet nënvlerësuar, për arsye se të gjithë ata kanë kontribuar sa kanë mundur, sa kanë ditur, sa kanë pasur kapacitetet e tyre i kanë vërë në funksion që të ndërtojnë dhe të krijojnë pikërisht këtë familje të madhe që sot me shumë krenari mund të mbartë
edhe flamurin e ndryshimit në këto përmasa, pa mos pasur asnjë plasaritje brenda për brenda. Shumë faleminderit për kohë. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Thjesht ju dëshiroj sukses në pozitë pasi shihemi pas emrimit, edhe besoj se do të kontribuoni bashkërisht për të bo skenën politike në përgjithësi, jo vetëm BDI-ja, më të pasur. Faleminderit shumë, shpresoj edhe unë që kontributi i gjithë secilit prej nesh që na është dhënë mundësia që të jemi në rreshtat e parë të politikbërjes së BDI-s, këtë ta bëjmë me nder dhe këtë ta bëjmë të vetëdijshëm se BDI është një parti politike e cila ka ndërtuar gjithçka për shqiptarët dhe ne duhet të vazhdojmë mbi ndërtimin e asaj që është ndërtuar dhe jo të rënojmë ata. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga